Nga data 19 deri në 21 mars 2025 në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës për herë të parë zhvillohet konferenca e vendeve partnere të Aleancës STARS-EU. Në këtë aleancë aderojnë 9 universitete, ku Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është i vetmi universitet shqiptar që aderon në një aleancë të tillë. Gjithashtu, Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është i vetmi universitet i vendeve të Ballkanit Perëndimor që aderon në një aleancë perëndimore. Gjatë këtyre ditëve, nga data 19 deri në datën 21, Durrësi do kthehet në qendrën kryesore të kërkimit shkencor dhe të shkencës për Europën. Në këtë aktivitet, në këtë konferencë, do të marrin pjesë studiues kërkimor shkencor, do të marrin pjesë gjithashtu drejtues të universiteteve, rektor të këtyre universiteteve, administrator, president të këtyre universiteteve, gjithashtu do marrin pjesë personalitetet të larta të politikës, të ekonomisë, si kryetar bashkisht të vendeve partnere të aleancës, do jetë dhe komisioneri i shtetit holandez prezent në këtë konferencë. Gjithashtu do marrin pjesë përfaqësues të akademive shkencës nga Shqipëria dhe nga vendet aleate dhe jo vetëm. Numri i konferencierëve akademikë, folësve, kërkimor shkencor dhe studiuesve shkencëtarëve do të jetë rreth 300 përfaqësues, duke e bërë Durrësin, siç e tham, në tempullin e kërkimit shkencor dhe të inovacionit. Gjatë konferencës do diskutohet për teknologjinë e informacionit, do diskutohet gjithashtu për të rejat teknologjike, për teknologjinë, për inteligjencën artificiale, për implementimin e metodave të reja në drejtim të përmirësimit të procesit mësimor, në qëllim përmirësimin e procesit mësimor. Gjithashtu do diskutohet për sa i përket përshtatjes së kurrikulave sipas standardeve europiane dhe një nga vendimet kryesore që do merret gjatë këtyre ditëve do jetë vendimi për unifikimin e këtyre universiteteve në një universitet vetëm. Natyrisht, kjo do të realizohet me kalimin e kohës, duke i paraprit gjitha procedurave ligjore dhe duke parafruar programet kurrikule e tjerë. Gjatë kësaj konference do ketë pjesëmarrës dhe nga bizneset e vendeve respektive, si dhe nga biznese kombëtare dhe ndërkombëtare dhe përfaqësues domëve tregtisë nga Shqipëria. Kjo do të shërbejë si një mundësi e mirë për krijimin e raporteve të bashkëpunimit ndërmjet universiteteve tona të bizneseve, por jo vetëm, gjithashtu do të shërbejë edhe për krijimin e raporteve të lidhjeve ndërmjet bizneseve. Për sa i përket përfitueshmërisë që do të ketë Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës dhe studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, rëndësia dhe përfitimet do jenë jo vetëm rajonale, por do jenë ndërkombëtare. Studentëve tonë do të jepet mundësia që të studiojnë bazuar në këto kurrikula bashkëkohore europiane sipas standardeve europiane, në qëllim që të përgatiten të jenë të denjë për të konkuruar jo vetëm në tregun brenda vendit, por dhe në tregun ndërkombëtar. Gjithashtu, nga shkëmbimi i eksperiencës ndërmjet kërkuesve shkencor të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës dhe universitetet partnere, do të krijohen ura bashkëpunimi për të marrë pjesë në projekte të përbashkëta kërkimore shkencore për të rritur sa më lart nivelin akademik dhe nivelin kërkimor shkencor.